besoj që çdo aktivitet institucional që ka të bëjë me bashkëdhëtarët tonë, me mergatin tonë, është e rëndësishme sepse mbi të gjitha mergata dhe populli i saj janë një dhe sigurisht që bashkërisht kemi qenë në kohë të më të vështira, sikur në mbështetjen e luftës, sikur në shëndetimin e vendit. Besa ata janë ambasadorët më të mirë të vendit tonë, sepse atu ku nuk më rrinë edhe ambasada, ku nuk më rrinë edhe fjala një politikanit, më rrinë dora e një shqiptarit punëtor, dora e një biznesmeni shqiptar që ka rritur me mundin dhe sakrificën e vetë, dhe na si maspori si qytetar këtij vendit, pastaj edhe si politikan, jemi shumë krenar për mergatin tonë. Por sigurisht që këtë mergat nuk është mirë vetëm të kemi vetëm në kohën e zgjedhjeve, por të mirëmbajmë kujdesin, të mirëmbajmë komunikimin, që të ndërtojmë urat bashkëpunimit dhe të krijojmë edhe ambasador të vullnetit të mirë, që mund të bashkëpunojmë edhe tutjet që të arrijmë që shteti jonë të ketë një avantazh në imazhin ndërkombëtar të saj. Prandaj çdo takim me mergatën është mirë se ardhën, por besoj që është mirë të kemi një lloj përfaqësimi më të denjtë të mergatës edhe në kuvendin e Kosovës, ku të kemi të vendet e rezervuara që ata të prezantohen dhe të përfaqësohen vetë, sepse ashtu besoj mundet mu prezantu dhe mu përfaqësu më denjësisht. Unë kam jetu vetë në Gjermani dhe për mu vendi dytë apo shtëpia e dytë është Gjermania, sepse në kohën më të vështirë, 93-ën, 94-ën, kanë qenë ata që na kanë hapë dyert. Dhe prandaj me krenari tham që Gjermania është për mu vendi apo shtëpia e jam e dytë, por besoj edhe për shumë shqiptarë që jetojnë në mergat, vendi tyre qoftë Gjermania, Zvicra apo kudo qoftë që kanë mirëprit dhe kanë kriju shtëpinë e tyre aty, besoj që për ta është shtëpia e dytë, por shtëpia e parë gjithmonë do të mbetet Kosova edhe për bashkëdhëtarët tonë. Prandaj me dyrë hapur gjithmonë në shtëpinë e tyre janë të mirësardhur.